Në institucionin e prefektit të Qarkut Kukës u zhvillua një takim pune koordinues me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të shtabit të përgjithshëm të forcave tokësore pranë forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, si dhe të përfaqësuesve të autoriteteve të qeverisjes së vendore të Qarkut Kukës. Qëllimi kryesor i këtij takimi ishte forcimi i bashkëpunimit dhe koordinimit ndërmjet strukturave ushtarake dhe autoriteteve civile për të siguruar një reagim sa më efektiv në menaxhimin e situatave emergjente dhe në realizimin e aktiviteteve në mbështetje të komunitetit lokal. Gjatë diskutimeve u trajtuan gjithashtu nismat dhe projektet që synojnë rritjen e ndërgjegjësimit dhe motivimin e të rinjve për të bërë pjesë e forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, duke theksuar rëndësinë e përfshirjes së tyre aktive në shërbim të vendit. Në përfundim, palët theksuan se bashkëpunimi i ngushtë ndërmjet të institucioneve civile dhe atyre ushtarake është thelbësor për garantimin e sigurisë, mirëqenies dhe zhvillimit të qëndrueshëm në Qarkun e Kukësit. Përfaqësuesit e forcave të armatosura nënvizuan gatishmërinë për të vijuar mbështetjen ndaj komuniteteve lokale, jo vetëm në situata emergjente, por edhe në nisma sociale, edukative dhe informuese, me synim rritjen e besimit dhe ndërveprimit me qytetarët. Nga ana tjetër, autoritetet vendore shprehin angazhim për të forcuar mekanizmin e koordinimit, duke vlerësuar rolin e forcave të armatosura si një partner strategjik në menaxhimin e krizave dhe emergjencave. Takimi u mbyll me dakordësinë për të vijuar një kalendar të përbashkët veprimtarish dhe për të intensifikuar komunikimin institucional me qëllim realizimin e projekteve konkrete, sidomos atyre që synojnë përfshirjen dhe motivimin e brezit të ri për t'u angazhuar në shërbim të vendit.